Një ngjarje e tmerrshme ka ndodhur mbrëm në Prishtinë ku rruga është shembur duke rrezikuar jetën e një familjeje katërantarëshe. Unë jam në rrugë, s'po di ku mu strehu, vajza është me ru edhe sot është në gjendje ju të mirë. 16 metra thellësi është gryrja, me asnjë mbrojtje. Sipas deklaratave të familjarëve, ngjarja ka ndodhur rreth orës 22 të së martës, duke shkaktuar panik tek familjarët si dhe ndërprerje të energjisë elektrike. Sipas informacioneve, gryrja e dheut ka qenë 16 metra dhe sipas familjarëve nuk ka pasur masa mbrojtëse. Jemi këtu tek shtëpia, por familjarët fatmirësisht nuk gjenden këto për shkak të rrezikut të vazhdueshëm dhe janë shpërngulur në një vendbanim tjetër. Banorët shprehen se është rrezik të qëndrohet aty e aq më pak të bëhet gjumë. Rreth orës 2 kemi dëgju vetëm një zhurmë shumë të madhe edhe është ndar rryma, edhe ne kemi prit prej kohësh këto, se gjatë punimeve në rrugë siç shifet ka ndodhur edhe nuk e shiro siç është shem shtëpia, për neve në atë kuna pasën tonë që s'jeni shumë të rrezikum, edhe kemi dalë me frikë, kanë orë kemi thirrë ekipe emergjente në kuadër të komunës, kanë orë kanë inspektu vendin, kanë orë të ngjarjes. Ne kanë propozu që nesër mëngjes vinë me ekipa dhe ekspertet të ndërtimit e gjanave tjerë, të me thonë ekipa të ndryshme, kanë orë sot rreth orës 14 edhe na kanë evaku. Unë jam në rrugë, s'po di ku mu strehu, vajza është me ru edhe sot është në gjendje ju të mirë. 16 metra thellësi është gryrja, me asnjë mbrojtje, asnjë gjë, vetëm gryrje edhe asnjë gjë tjetër. Sa dhe flisërisë s'po di as ku me menduar, ku më drejtuar, qa me bo. Ata me propozu për me dol, na kanë me dol, edhe me kanë që ju t'jenë me strehim, na ju përgjigju, po strehim ku me gjithë dërtimeve po. Ka lëviz ndërkohë ka pak, ajo shtëpia 50 metra kemë rreth 8 muaj që u shën e tëra, edhe prej atij momenti kanë filluar disa lëvizje të vogla, por masi si eksperta që na thonë që ju nuk jeni të rrezikum, na flashme me frikë, se dëshmi që kjo ditë ka me ordë për neve, por ndodhe ajo më rëndë që ka ndodhe që a kemi prit na prej si kanë filluar.